Dhe pa tjetër që rikthejmë në vëmendje dhe i shohim me detaje dhe njërë përmet grafikave tona që kuptohen lehtësisht rezultatet në zgjedhjet e pjesëme vendore të ditës djeshme. Do të shohim ndoshta duke nisur edhe me Bashkinë e Vlorës, patjetër, të njëjtën mendje kemi me kolegët në regji, duke qenë le të themi bashkia me numrin më të madh votuesve, po më madhe, por me numrin më të ulët të pjesëmarrësve. Ky është rezultati të numëruara pra edhe azhurnimi i fundit në orën 8:35, por ka përfunduar procesi numërimit të votave shumë më herët në fakt në të 231 qendrat e votimit. Brunilda Mersini, kandidate e Partisë Socialiste fituese, në zgjedhjet e ditës djeshme ka arritur të sigurojë 15.672 vota ose 78.44% të numrit të votave të vlefshme ditën e djeshme dhe shohim pak edhe diferencën që e kam shpjegoj dhe në këto momente, 18.47%. Kjo diferencë është që në zgjedhjet e ditës djeshme, Partia Socialiste si subjekt politik, nëpërmjet kandidates Brunilda Mersinis, se votet janë edhe të saj, ka arritur të sigurojë 18.5% më shumë vota krahasuar me përqindjen që ka marrë në 11 maj të vitit 2025 që ishin zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Jo për numër votash, sepse atëherë kanë votuar më shumë edhe diaspora, ka qenë tjetër gjë, por përqindje, nëse krahasojmë përqindjen, 18.5% më shumë, pra te ky 78.44% që ka marrë kandidatja Brunilda Mersini, që përfaqëson Partinë Socialiste. Dioni Sota 2333 vota, 11.68% të totalit të ditës djeshme dhe partitë opozitare që mbështetet nga Partia Demokratike dhe Opozita, dje kanë marrë gati 27% më pak vota, pra në zgjedhjet e pjesshme krahasuar me 11 majin sa që ka marrë opozita e bërë bashkë. Zhvendosemi në një tjetër bashki për Brunilda Mersini, fituese në Bashkinë e Vlorës. Jemi në Bashkinë e Beratit, Ervin Ceca 13.050 vota, kandidati i Partisë Socialiste 83.35% votave të totalit të vlefshme ditën e djeshme, ose 27.51% më shumë Partia Socialiste ditën e djeshme në përqindje krahasuar me 11 majin që ishin zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Pavlo Shkarpa, i pavarur i mbështetur nga PD dhe opozita, 2607 vota, 16.65% të totalit ditës djeshme dhe opozita në tërësi e bërë bashkë dje ka një rënje me 26.3% krahasuar me përqindjen që ka siguruar në zgjedhjet e 11 majit. Ky ishte edhe rezultati në Berat. Zhvendosemi në Cërik. Florenc Doga i Partisë Socialiste, dje në Cërik ka pasur 3 kandidat. Florenc Doga i Partisë Socialiste fituesi 6.201 vota, 66.22% të votave të ditës djeshme. PS ka një rritje dje krahasuar me 11 majin me rreth 5%, gjithmonë në përqindje. Amarildo Hoxha, kandidati i pavarur mbështetur nga PD dhe opozita, 1888 vota ose 20.16% ditën e djeshme, rënje le të themi e pjesës më të madhe të partive opozitare krahasuar me 11 majin me 11.53%, Eliger Tima ditën e djeshme, kandidati Shqipëria bëhet Adriatic Labar, 1275 vota ose 13.62% e votave të vlefshme ditën e djeshme dhe ka një rritje Shqipëria bëhet me 7.34% me votat që ka marrë ditën e djeshme, gjithmonë pra nëpërmjet kandidatit saj krahasuar me përqindjen e rezultatit në 11 maj, pra si ka dalë Shqipëria bëhet. Ky ishte edhe Ceriku për rezultatin të bashki. Në mat 3 kandidate edhe këtu, fitues Altin Bojnë i Partisë Socialiste 7.425 vota ditën e djeshme ose 66.54% të totalit votave të vlefshme dhe Partia Socialiste dje si përqindje vetëm, ose pjesëmarrja dhe numri votuesve ka qenë tjetër, por thjesht si përqindje ka një rritje ditën e djeshme krahasuar me 11 majin me 6.77%. Eduard Brahilika, kandidati i mbështetur, i pavarur por i mbështetur nga PD dhe opozita, dje 3.184 vota ose 28.54%, ai që ka dalë më mirë nga kandidatët e themi të pavarur apo të opozitës ditën e djeshme, por PD-ja me aleatët në Bashkinë e Matit ka një rënje me 11.3% ditën e djeshme krahasuar me përqindjen që ka siguruar në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit. Suzana Pasha, e pavarur ish kryetare e forumit të gruas socialiste në Mat, 500 garoj dje, 549 vota ose 4.92% votave, edhe rritja është me 4.92% sepse krahasimin nuk e bëjmë me 11 majin, le të themi e bëjmë me veten, por këtu është një detaj që nuk vlen shumë për statistikë. Së fundmi, në Bashkinë e Pelenës, Gramo Sako, fituesi, kandidat i Partisë Socialiste, dje ka siguruar 3.261 vota ose 77.85% e votave të vlefshme ditën e djeshme. PS si përqindje dje krahasuar me 11 majin ka një rritje
me rreth 7%, 6.85%. Gabriel Guma, në Tepelen, kandidati i pavarur i mbështetur nga PD dhe partitë e tjera opozitare, dje ka siguruar 928 vota, ose 22.15% të totalit votave të vlefshme, dhe PD-ja dhe partitë opozitare në zgjedhjet e djeshme ka mësuar një rënje me 5.32% krahasuar me përqindjen që kanë marrë në 11 maj të vitit 2025. Pra krahasojmë thjesht atë diferencën, thjesht përqindjen me 11 maj, sepse numri votuesve ka qenë shumë i ulët dje dhe shumë më ndryshe, edhe me diasporën dhe shumë më shumë edhe në 11 maj, por thjesht si trend dhe si përqindje. Këto ishin rezultatet, pra 5-0 do Bashki i fitoi Partia Socialiste në zgjedhjet pjesëmarrëdhënore të ditës djeshme. Kujtojmë pra dhe zgjedhjet e munguara në Bashkinë e Tiranës, sepse fillimisht u shpallën me dekret presidentin, pasi rrëzoi gjykata kushtetuese.